Kalaja e Gjirokastrës vijon të mbetet një nga setet më të frekuentuara nga turistët vendas dhe të huaj. Edhe gjatë muajit qershor, vizitorë nga vende të ndryshme të botës, por edhe shqiptarë nga të gjitha trevat, ndalen për të eksploruar historinë, arkitekturën dhe panoramën unike që ofron ky monument i rrallë. Yeah, it's the first time in Albania. Kombinimi i historisë, arkitekturës dhe peizazhit është vërtet i jashtëzakonshëm. Jam e magjepsur nga çdo pamje që po shikoj këtu. It's very nice. My family and I Është një nga kështirat më të bukura që kam vizituar në Ballkan. Pamja mbi qytet është thjesht spektakolare. there was Turistët shprehen të impresionuar nga madhështia e kalas, muzeu i armëve dhe pamja piktoreske mbi qytetin e Gurt, duke konsideruar një destinacion që ja vlen të vizitohet. Historia që ndihet mes këtyre mureve është e jashtëzakonshme. Çdo cep tregon diçka. Nuk e prisja një vend kaq magjepsës, Gjirokastra më ka befasuar vërtet. Kalaja e Gjirokastrës mbetet një pikë referimi për turizmin kulturor, duke tërhequr çdo vit të mira vizitor dhe duke kontribuar ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të zonës.